Optimizmi zgjati vetëm një muaj. Në shkurt, qytetarët dhe sipërmarrësit shqiptar u gjendën pesimist për situatën ekonomike. Në pyetësurin e përmuajshëm që Banka e Shqipërisë bën, treguesi ndjesisë ekonomike që mat aftësitë e bizneseve për të kryer investime dhe konsumatorëve për të shpenzuar ra me 2.6%. Muaji i shkurt gjithmonë është muaj që pritet në rënje, përgjithsisht në ekonomi dhe veçanërisht tek besimi i bizneseve dhe konsumatorëve. Kjo për shkak se pjesa më e madhe e shpenzimeve kryhen në dhjetor e janar, shprehen ekspertët për ekonominë. Pavarësisht shifrave në rritje dhe jashtë sezonit veror, besimi i bizneseve në fushën e shërbimeve ku përfshihen supermarketet, baret dhe restorantet ra me 1.9%. Edhe bizneset në sektorin e tregtisë u shfaqën po ashtu më pesimiste. Treguesi i besimit në ekonomi nga sipërmarrjet në këtë sektor ra me plot 3.6 pikë. Kjo pasi sipërmarrjet në këtë sektor i friksohen në rënje së kërkesës për konsum, shoqëruar nga vështirësitë në gjetjen e punonjësve. Nga ana tjetër, ka rënje të prodhimit dhe konsumimit, të friksuar nga një rritje më të ishme të çmimeve, me të ardhurat në vend numëro. Edhe qytetarët janë shprehur më pesimist në shkurt. Besimi i tyre në ekonomi në nëntor ra me 2.5 pikë. Kjo në një kohë që inflacioni ka qenë në rënje dhe Banka e Shqipërisë ka lajmëruar se treguesi pritet të rikthehet në objektiv në fillim të vitit të ardhshëm. Megjithse jo me të njëjtat ritme, kriza e çmimeve ka vijuar. Besimi në rënje në shkurt u raportua edhe në bizneset në fushën e ndërtimit. Treguesi në këtë sektor ra me plot 6.5 pikë.